Në momentin kur je bo Mike Bob, a i kufizu vetën, tekste, mënyrën që shkëndon, të e pas parasysh që tash djali jëtë mundet me qenë me një moshë që mundet edhe tekstet mi kuptu edhe me t'u drejtu me thunë bak që ka është kjo. Ose nëse ti i thu, djali jam mos përdor fjallë të ndyta dhe në fund ti je aj që i përdor e te. Kështu që këthe si bumerang. Që ajo është që tash ndërlidhet me qatë pyetje më herët që duhet me pas kujdes, si pa e pas djalin, ose pa e pas qikën, ose me kalimin e kohës. Po veç ajo, se qëre, pa e marrë titullin e prindit, nuk është që ti thjesht e menon që aq larg. Njerëz mujnë me ta thonë, po ajo ndjenja jote edhe përgjithësia që e merr në momentin kur e merr atë titull, atëherë ti të bën me reflektu edhe në momentin kur shkon aty para mikrofonit me kënu në studio thu, ka dalë se djali mundet me dëgju. Jo veç muzikë, po më ka bo ma të kujdes shumë në çdo aspekt jetës. Edhe është shumë normale dhe shumë e logjikshme. Kështu që po, në çdo aspekt, jo veç muzikë, jo veç kur të bëj një tekst, jo, po mënona me pas kujdes